Kryetari i opozitës LSDM, Venko Filipçe, drejtoi kritika të ashpra ndaj qeverisë, e cila sipas tij nuk po i ndihmon qytetarët dhe se masat si ulja e TVSH-s për karburantet nuk japin efekt real. Ai bëri thirrje ekzekutivit të pranojë masat e propozuara nga LSDM-ja, si ulja e TVSH-s në 0% për karburantet dhe produktet bazë, ulja e akcizës dhe pagesave rrugore, masa që sipas tij do të çoni në ulje konkrete të çmimeve dhe përfitime për qytetarët dhe bizneset. Kërkoi edhe masa të posaçme për kategoritë më të rrezikuara, si familjet me të ardhurat të ulta, pensionistët dhe personat me nevoja të veçanta. На некој начин и пречка во дополнителниот раст на цените на храната. Да се намали освен ДДВ-то на горивата, да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, да се намали акцизата за 4 денари. Тогаш ќе има вистинско поевтинување на горивата, од кој бенефит ќе видат и граѓаните, поради тоа што граѓаните сега не гледаат бенефит од намалувањето на ДДВ-то, поради тоа што и покрај намалувањето на ДДВ-то цените порасна. Со намалување на акцизата, цената на литар гориво ќе се намали. Од тоа директен бенефит ќе имаат и компаниите. Нема да влијае тоа во дополнителниот синџир на раст на другите цени. Edhe opozitari ABDI kritikoi pushtetin, duke thënë se Komisioni Rregullator për Energjetik po dëmton qytetarët në kohë krize energjetike, pasi sipas tyre, pavarësisht rënjes prej 10% të çmimeve të derivateve të naftës në bursat ndërkombëtare, çmimet në vend mbeten të larta për shkak të një modeli të vjetruar të përllogaritjes që bazohet në mesataren e javës së kaluar dhe jo në lëvizjen në kohë reale. Një praktik që BDI vlerëson se favorizon interesat të caktuara biznesore në dëm të konsumatorëve. Prandaj kërkojmë ndryshim urgjent të rregulatorës për përcaktimin e çmimeve, vendosjen e përllogaritjes së çmimeve të paktën 2 herë në javë. Faktet janë alarmante. Konsumi javor rreth 12 milion litra naftë, dallimi në çmim rreth 9 denar për litër. Kosto shtesë totale mbi 1.5 milion euro për vetëm një javë. Kjo do të thosë se qytetarët dhe bizneset e vogla paguajnë miliona më shumë, ndërkohë që dikush përfiton nga një sistem jo funksional. Përndryshe, dy partitë opozitare, LSDM dhe BDI, që para disa ditësh kanë dalë me propozimet e tyre për masa me të cilat do të zbutej kriza për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve. Të dielën, qeveria vendosi të ulë TVSH-n e karburanteve nga 18 në 10%.